A i dini sa e brishtër zemra e njeriut? Një fjalë e thënën e vrike sipër, një indiferencë, një tradhti e vogël, një mungesë mirënjohje dhe zemra që ju donte me shpirt mbyllet brenda saj. Ne jetojmë në një kohë ku njerëzit ndërrohen shpejt, por dashuria e vërtet asnjëherë nuk sfundsohet. Njerëzit e mirë nuk bëjnë zhurmë. Ata thjesht largohen ashtu në heshtje. Sot dua të flas për diçka që nuk blihet me para. Nuk ndërtohet me krenari dhe nuk rikthehet lehtë. Për zemrën e një njeriu që ju do sinqerisht. Siç thot edhe një fjalë e urtë popullore, plaga e trupit shërohet, por plaga e zemrës lëshenj. Dashuria e vërtet është dhuratë, por nuk është një e drejtë. Ne shpesh mendojmë se njerëzit që na duan do jenë aty gjithmonë. Dhe e marrim si të mirëqen mesazhin që na dërgon, për kujdesjen që tregon për ne, sakrificat që bën, durimin që ka. Por e vërteta është që dashuria është një zgjedhje. Çdo ditë, çdo moment ti mund të zgjedhësh. Askush nuk është i detyruar të na dojë ne, por e bën sepse e ndjen. Ashtu si një nën që zgjohet natën nga gjumi për fëmijën e saj, ashtu si një mik që të mbron aty kur ti ke nevojë, ashtu si një partner kur ty të duron në stuhitë e tua. Dhe ne ndonjëherë lëndojmë pikërisht këta persona që na duan dhe na mbajnë. Një fjalë e urtë tjetër thotë: mos e shty derën që të mbron nga era. Mos e lëndo zemrën që të mbron nga vetmia. Disa njerëz na duan në mënyrë të rrallë. Ka njerëz që na duan me interes, ka njerëz që na duan për rehati, ka njerëz që na duan për nevojë. Por ka nga ata që na duan me shpirt. Ata që na shikojnë në sy dhe shohin të mirën tek ti. Ata që na falin kur ne gabojmë. Ata që besojnë edhe kur ne nuk besojmë tek vetja jonë. Dhe këta njerëz janë të rrallë. Një fjalë tjetër e urtë popullore thot: ari nuk gjendet në çdo mal. Zemrat e pastra nuk gjenden në çdo rrugë. Zemra e thyer nuk përtet. Ajo hesht. Dhe shpesh mendojmë se dikush kur lëndohet do duket, por jo. Zemra e thyer hesht, tërhiqet sepse ftohet. Dhe kur vendos të largohet, nuk kthehet më. Një histori e thjesht, ku një burr i moshuar tregon që kishte humbur dashurinë e jetës së tij, jo nga tradhtia, por nga indiferenca që kishte treguar. Ai thoshte: unë nuk e tradhtova kurrë, por e lash ashtu të ndiheje pa dukshme. Dhe një ditë ajo ndaloi së kërkuari dashurinë e tij. Sepse indiferenca është si një thik pa gjak. Nuk je i fortë kur lëndon. I fortë je kur je në gjendje ta ruash dashurinë. Shumë njerëz mendojnë se krenaria është forcë. Por krenaria që lëndon është dobësi e maskuar. Forca e vërtet është ta përmbash veten, të kërkosh falje dhe të vlerësosh personin që të do. Siç thot përsëri një fjalë e urtë popullore: fjala e mirë hap dyert e mbyllura.
një faleminderit, një më fal, një përqafim në momentin e dur, këto shpëtojnë zemra. Mos e lëndo ato person që do të të mbante dorën në errësirë. Aty kur ty jeta të godet, sepse nuk janë shumë ata që rrinë pranë teje. Në ditë mira kemi plot miq, por në ditë vështira numërohen me gishta. Mos e lëndo pra atë që do rrinte pranë teje, kur të gjithë të tjerë do largoheshin. Sepse një ditë mund ta kërkosh një zemër të tillë dhe të mos e gjesh më. Çfarë duhet të bëjmë pra sot? Le të ndërgjegjësohemi. Le të bëjmë diçka të bukur. Le t'i shkruajmë dikujt të vlerësoj. Le t'i themi dikujt faleminderit që ekziston. Apo t'i kërkojmë falje atij që kemi lënduar. Dhe të shkojmë e ta përqafojmë fort. Dashuria nuk dobëson, dashuria forcon. Zemrat e buta janë zemra të fuqishme. Mos lejo që ajo krenaria jote të të kushtoj dashurin. Mos lejo që ato nervat e momentit të djegin një shpirt që ty të donte me gjithë zemër. Sepse disa njerëz do të donin edhe kur ti nuk e meriton. Dhe këta njerëz janë bekim. Nëse i ke pranë njerëz të tillë, ruaj. Se janë thesar. Nëse i ke lënduar, shëroj. Nëse i ke humbur, moso nga kjo dhimbje dhe mos e përsërit më. Sepse në fund të jetës nuk do numërojmë parat, as sukseset tona, as krenarin ton, por do numërojmë sa zemra ishim në gjendje të ruanim. Kujdes zemrën e kujt thyeni, sepse disa njerëz ju duan në mënyra që nuk do t'i gjeni më kurrë. Dhe dashuria e humbur nga pakujdesia është pendimi më i rënd në jetë. Ruajini zemrat, ruajini dashurinë, ruajini njerëzit që ju duan, sepse dashuria e vërtet është mrekulli dhe mrekullit nuk ndodhin dy herë.